Ai më tutje thot se krejt përgatitja I mori rreth 4-5 muajsh dhe qëllimi vetëm për këtë organizim është që të rinjët të informohen në lidhje me mundësi të bërjes biznes, thjesht e lehtë me pak para. Është për herë të parë që organi që del ndokët për Ballkan, e di për Kosovë është 100% hera parë, I pari jam unë që I kumpru këta, dhe jam të afru mundësinë rinijës tonë, sidomos ata që I kanë 16 vjetë, për studenta është mirë kjo punë, që e kanë shansën me fitu pare, të net vetë janë shefa, së mundën me përzi kërkosh, mundën me mësu, plus mundën me shit, plus mundën me fitu paren e vetë, që I mja vek një gajlet rinijës tonë këto në Kosovë. Jo edhe në qyshena kushtet neve momentalisht në Kosovë, për punë jena të e këshon këto momentalisht, besoj që rinja jonë është ma e forta 100% jo në Evropë, mu I me thonë edhe në botë, na e kena rinjën e shnosh.